Kiameti, ringjallja, gjykimi në optikën koranore. Do të vijë një moment aq i papritur, aq i shurdhëueshëm, sa e gjithë bota do të dridhet në thellësi të saj. Një moment kur malet që kanë qëndruar për mijë vjet do të thyen si qelçi, oqeanet do të zihen me zemrim dhe vetë qielli sipër do të ndahet si një pëlhurë grisur. Por para se të arrijë ai moment, do të ketë një heshtje të çuditshme. Një pauzë kaq të thellë, sa do të duket sikur e gjithë krijesa po mban frymën. Kjo nuk është një pauzë paqje, por tensioni para rrëzimit, heshtja para goditjes përfundimtare. Të gjitha shenjat janë të shmeshfaqur. Shenjat e mëdha kanë kaluar në përhistori si bubullima, dexhalli i kthimi i sajt, shfaqja e Xhuxhmaxhoxhve, tymi, dielli që lind nga perëndimi, kafsha nga toka dhe rrëshqitjet e mëdha të tokës, shafitjet, edhe shenjat e vogla kanë mbushur botën. Korrupsioni, materializmi, lidhjet e familjes së prishura, gënjeshtrat e përhapura dhe shkatrimi moral. Ora e fundit tani nuk pret më askënd. Nga fillimi meleku Israili ka pritur me një bindje të papërshkrueshme. Ai nuk ka klithur sy, nuk është lëvizur e nuk ka pyetur asnjëherë. U zëqeshi një instrument kolosal i urdhrit hyjnor. Ka qenë në buzët e tij që nga momenti që është krijuar, t'i fryet burrit pra. Ai nuk e di kur do të urdhërohet të fryj, ai vetëm pret pra Israfilit që t'i fryj burri ju. Dhe pastaj me urdhët e Allahut ai moment arrin. Një çast u zëqeshi fryet për herë të parë. Zëri nuk është si asgjë që është dëgjuar në tokë. Është rëra e vet fundit që jehon në kohë dhe hapësirë. Dridhet në çdo atom të ekzistencës. Një burr që kujdeset për deve, në shkret e tij është i pari që e dëgjon. Ai ndalon, zemra i ndalon, trupi i bie poshtë dhe kjo është vetëm fillimi. Zëri përhapet më shpejt se drita, duke arritur qytete, fshatra, majat e maleve dhe thellësitë e oqeanit. Njerëzit bien aty ku qëndrojnë, prindër, fëmijë, udhëheqës, të varfër, të fuqishëm. Asnjëri nuk mund të përballojë peshën e zërit. Shpendet bien në mes të fluturimit. Anijet përplasen në oqeane, vetë toka dridhet. Kjo nuk është vetëm një zhurmë, kjo është shkatrimi i jetës. Por buzëqeshi nuk fryhet vetëm një herë. Ka dy shpërthime. I pari lëshon një tmerr të pa precedent, qielli dridhet, toka bërtet, qielli dikur blu ndahet në dysh, duke u bërë kuq si metali i shkrir. Yjet e fuqishëm vllojnë të bien. Hëna dhe dielli që prej kohësh janë mbështetur për dritë dhe kohë. Humbasin çdo kuptim derisa përplasen me njëri tjetrin. Dhe universi i madh dhe në zgjerim bëhet i hutuar sikur edhe ai është i trembur. Malet bëhen pluhur pa peshë, fluturojnë në ajër si pend. Detet dikur të qeta marrin flak. Krijesat e tokës, detit dhe ajrit i vinë fundit të gjithë. Zemrat e njerëzve shpërthejnë nga frika para se trupat e tyre të bien fare. Kjo nuk është një luftë, nuk është një katastrofë, është fundi. Edhe shpirtat e të vdekurve nuk mbeten të paprekur. Allahu me pushtetin e tij bën që shpirtat që kishin ikur shumë kohë më parë të kthehen te trupat e tyre, vetëm që të gjithë të heshtin përsëri. As pejgamberët e mëdhej dhe pejgamberët nuk janë të përjashtuar. Secili bie në pavetdije, përveç atyre që Allahu dëshiron t'i kursej. Musa alayhis salam, i cili kishte humbur vetdijen vetëm nga zëri i Zotit të tij, këtë herë do të mbrohet. Me lajket më të lartë, Xhibrili, Mikaili, Israfili dhe Melekul Mauti, me lajkja e vdekjes, do të mbeten. Dëshmorët të nderuar për sakrificën e tyre do të mbrohen nga tmerret e shpërthimit të parë, por të tjerët janë zhdukur. Dhe megjithatë, në mes të kësaj dhe këtij shkatrimi të plot, jo gjithçka është humbur. Ka gjëra që nuk mund të vdesin. Arshi i Allahut, i pakundërshtuar dhe i përjetshëm, mbetet mbi të gjitha. Kursia, karrika hyjnore, mbetet pra kulun men alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, dhe çdo gjë do të marrë pra fund dhe do mbetet vetëm krijuesi. Xheneti, kopshti i përjetshëm, mbetet i paprekur. Xhehenemi, furra drejtësisë hyjnore, vazhdon të digjet dhe me lajket që janë caktuar për parajsën dhe thirrjen vazhdojnë në bindje. Pastaj kur gjithçka është shkatruar dhe gjithë krijesat hisht, Allahu shpall në boshllëkun që përhapet në ekzistencë. Kush është Melikul Mulk? Një zë nuk përgjigjet. Pra gjithçka do të marrë fund dhe do të mbetet vetëm Allahu i lartësuar, vetëm heshtje. Dhe Allahu më i lartë i përgjigjet, pra se ai është Melikul Mulk. Ai është sunduesi. Ai është i pari që s'ka fillim dhe i fundit që s'ka mbarim. Ajo që pason është e papërsëritshme. Toka qëndron e thyrë, qielli i rrëzuar, yjet zhdukur, dhe megjithatë nga lart i jepet një urdhër. Jo shi i zakonshëm, por një rënë mrekulli bërëse, e urdhëruar nga Allahu. Pikë të dendura të bardha bien mbi tokë, pika që mbajnë sekretin e jetës, ngadalë toka fillon të lëvizë. Atje ku dikur ishte vetëm pluhur dhe mbetje të thyra, fillojnë të formohen eshtra. Nga një eshtër e vogël dhe e pandashme në bazën e shtyllës kurrizore. Aibun, Aidanab, ngrihen skelete të reja. Strukturat e çdo burri, gruaja dhe fëmia që ka jetuar ndonjëherë rindërtohen me vullnetin e të gjithë pushtetshmit. Mishërimi mbulon eshtrat, lëkura përfshin mishin,
trupat që ndrojnë aty të formuar plotësisht por pa jetë, sepse kjo është vetëm fillimi. Koha kalon, dekada shekuj sa gjatë. Vetëm Allahu e di. Nuk ka diell apo hënë për të numëruar ditët, as orë, as kalendar, vetëm qetësi përsëri. Por kjo është një qetësi ndryshe. Kjo është e mbushur me qëllim. Pastaj, pas 40 vjetëve të gjatë, fryhet buzëqeshja e dytë. Zëri është më i fuqishëm se më parë. Ai nuk shkatron, por zgjon. Shpirtat kthehen me forcë, duke u përplasur përsëri në trupa që tani janë të plotë. Varret shpërthejnë njëra pas tjetrës. Nga çdo cep i tokës, njerëzimi ngrihet. Ringjallja. Syt zgjerohen nga tmerrri dhe habia. Të vdekurit ecin përsëri, jo në një përrallë mitologjike, por në të vërtetë atë të orës së fundit. Ringjallja, ngjallja ka nisur. Toka dridhet nga pesha e ngjalljes, ndërsa varret hapen me urdhër hyjnor. Çdo tokë, çdo ditë, çdo mal lëshon të vdekurit e saj. Skeletet të veshura me mish, u pa qenë zgjuar nga vullneti i Allahut, fillojnë të dalë. Djegur duke mbështetur të hutuar. Disa ngrihen të plota, të tjerët mblidhen nga çdo cep i botës, nga hiri i shpërndar, nga thellësitë e oqeanëve, nga barku i kafshëve. Një burr i ngrënë nga një luan shfaqet përsëri i formuar plotësisht. Një grua që është mbytur në det shfaqet me flokë që i rrjedhin nga uji. Ata që janë djegur në pluhur, të cilëve betjet janë shpërndar nëpër erëra, tani rikthehen nga grimcat e ajrit. Toka, duke vepruar me urdhrin e Allahut, kthen çdo gjurmë të çdo shpirti që është krijuar ndonjëherë. Askush nuk harrohet, askush nuk mungon. Në atë ditë madje edhe ata që kanë vdekur shekuj larg njëri tjetrit ngrihen njëri pranë tjetrit. Faraoni mund të qëndrojë pranë një Tirani modern. Burri i varfër i kohëve të lashta mund të gjejë veten krah për krah me mbretër të industrisë. Koha shembet, brezat bashkohen, njerëzimi miliarda mbi miliarda shtrihet sa syt arrin të shohin si grumbuj të grackuar të shkretëtirës pushtojnë faqen e një toke të re. Por kjo tokë e re është e ndryshme nga ajo që njeh. E sheshtë, pa kodra, pa lugina, pa shenja të njohura. Është këlqyeshme me bardhë lëmuar, e pastër nga njollat e mëkatit dhe gjakderdhjes. Ajo nuk mban asnjë kuptim të arrogancës njerëzore apo luftës, të fushë të gjerë dhe shkëlqyese njerëzit fillojnë të lëvizin. Disa ecin me dignitet, disa zvarriten, disa ngatërohen nga frikë. Kuptimi i tmerrshëm fillon të ngulitet. Kjo është dita për të cilën u paralajmëruan. Kjo është dita. Ta shikojnë njëri tjetrin, por askush nuk ka përgjigje. Fillojnë të përshpërit. Ajri bëhet i rënd nga ankthi. Turpri përfshin zemrat e tyre, syt u bien në tokë. Ata kujtojnë veprat e tyre, lutjet e tyre ose mungesën e tyre. Kujtojnë çaste që mendonin se ishin harruar dhe frika që rritet nuk është frika nga vdekja. Vdekja tashmë ka ardhur. Është frika nga e vërteta, nga ekspozimi, nga drejtësia. Sa njerëz që ndrojnë të drejtë dhe të shkëlqyeshëm, këta janë besimtarët, zemrat e të cilëve pra janë përgatitur për këtë ditë, mbi të gjitha pra për këtë ditë, por të tjerët mbulohen nga tmerri. Ata që talleshin me të vërtet që mohuan shenjat që ushqeshin me arrogancë. Ata ngrihen të verbër duke u penguar në errësirë. Veshjet e tyre nuk dëgjojnë. Gjuhët e tyre nuk flasin, fytyrat e tyre janë bosh, të deformuar nga tmerri. Njëri do të përtas: "O Zot, pse më ke ngjallur të verbër kur dikur shikoja?" Dhe përgjigja do të vijë, prerse si bubullima, sepse injorove shenjat e mia dhe sot edhe ti do të injorohesh. Njerëzit përpiqen të shpërndahen, vrapojnë në çdo drejtim duke kërkuar shpëtim, por nuk ka asnjë shpellë, asnjë ndërtesë, asnjë qoshë e fshehtë. Me lajket janë kudo. Sapo dikush ngrihet nga varri, dy me lajke kapin për krah, nga nuk ka diskutim as vonesë. Çdo shpirt udhëhiqet përpara. Në fazën tjetër, në fushën e tubimit. Ta që vdiqen me krenari, tani ecin të tërpëruar. Tiranët që shëtisnin me arrogancë tani janë të përkulur dhe të thyrë. Një grua që dikur vajtonte fort për të vdekurit dhe kur nuk u pendua ngrihet duke veshur rrobat prej squfuri. Ajo gërvisht lëkurën e vet, e shqetësuar duke gjakosur e çmendur nga faji. Moshkrit detyrohen të ecin përpara, tërhiqen me turp, askush nuk mund të pushojë sa herë që përpiqen të ndalojnë. I shtyn përpara duke u tallur nga vetë me lajket që ata sfiduan, disa zvarritën në fytyrë, jo sepse janë të verbër apo të paralizuar, por për shkak të turpit që i rëndon. Dënimi duket në qëndrimin e tyre, sipas një transmetimi, fusha e tubimit do të jetë në tokën e Sham, Sirin e Madhe. Një tjetër transmetim përmend fushën e Arafatit në Mekë. Në çdo rast do të jetë një tokë e re, ndryshe nga toka që njohim sot. Dikush një herë pyeti pejgamberin: "Si do t'i bëhen moshkrit të ecin mbi fytyrat e tyre?" Dhe ai u përgjigj: "Ai që bëri të ecin mbi dy këmbë, a nuk mund t'i bëj të ecin mbi fytyrat e tyre?" Tubimi nuk është kaotik në lëvizje, por është i jashtëzakonshëm në numër të pastërt. Çdo shpirt që ka jetuar ndonjëherë është mbledhur në një vend, nën një qiell, nën një dritë. Ata presin, me diellin ulur vetëm 1 milje mbi kokat e tyre, zehtësia bëhet e padurueshme. Flaka e diellit nuk filtrohet
më nga atmosfera dhe nuk mbrohet nga re. Ai shikon krijesën me një intensitet friksues. Njerëzit fillojnë të djersin në mënyrë të tepër, djersa derdhet nga çdo trup derisa formon lumejnë në përfushë, por nuk është njësoj për të gjithë. Disa qëndrojnë me djerës deri te kyçet e tyre, të tjerë deri te gjunjt, disa mbyten plotësisht në të. Djersa nuk është thjesht një torturë fizike, ajo është një masë fajt. Djersa e secilit rritet në përpjesëtim me mëkatet e tij. Dhe kështu vuajtja bëhet personale. Ajo zbulon vetveten e fshehur. Në këtë nxehtësi të madhe, këtë presion të padurueshëm, njerëzimi fillon të lutet Allahut: O Zoti, na shliro. Më mirë të gjykohemi, më mirë të dërgohen në xhehenem, sesa të qëndrojmë në këtë agoni. Nuk është më frika nga dënimi ajo që i shtyn, por dëshpërimi që gjithçka të marrë fund dhe pritja të përfundojë. Dhe megjithatë, pritja vazhdon. Dita e gjykimit ka filluar, por vetë gjykimi nuk ka nisur ende. Kjo do të ndodhë vetëm kur Allahu do. Në këtë trazim, vetëm një pakicë e zgjedhur mbetet në paqe. Në nënfronin e Allahut ka hijen e tij, një mbrojtje të shenjtë, të ftohtë që askush nuk mund ta krijojë. Asnjë pemë nuk mund ta jap, asnjë mal nuk mund ta afrojë, dhe nën këtë hije prehen 7 lloje njerëzish të nderuar përtej përshkrimit. Një sundimtar i drejtë, dikush që udhëhoqi me drejtësi dhe mbajti gjykim edhe kur ishte e vështirë. Dy të rinj që u rritën duke adhuru Allahun, duke u rezistuar tundimeve të rinisë, duke qëndruar të përkushtuar ndaj lutjes dhe bindjes, një burr zemra të cilit ishte gjithmonë e lidhur me xhaminë, që e dëshironte atë kur ishte larg, që ndjente paqe vetëm në shtëpinë e Allahut, dy njerëz që e donin njëri tjetrin vetëm për hir të Allahut, që takoheshin dhe ndaheshin pas një arsye botërore, një burr që i rezistoi mëkatit kur u tundua nga bukuria, duke u përgjigjur me sinqeritet dridhës, frymëzohen nga frika e Allahut, një tjetër që dhuroi bamirësi aq fshehtas sa as dorë majt nuk e dinte çfarë kishte edhe në dorë jashtë, dhe më në fund një person që kujton Allahun në vetmi, me sytë e mbushur me lot nga thellësia e sinqeritetit dhe frikës së madhe. Këta njerëz nuk djersiten, nuk panikojnë, nuk friksohen, ata po shojnë në paqe. Disa pjesa tjetër e njerëzimit digjet në ndjell për vëlonjës dhe nën peshën e veprave të tyre, por për të tjerët ata që kaluan jetën në pakujdesi, në arrogancë, në rebelim, kjo është vetëm fillimi. Dita shtrihet pafund për atyre, gjykimi ende nuk ka ardhur dhe çdo rrahje zemre, çdo pikë djersë, çdo thirrje për shpëtim jehon në përfushë si një kujtesë. Kjo është dita nga e cila askush nuk mund të shpëtojë, dita e së vërtetës absolute. Pastaj vjen momenti kur perdja ngrihet dhe e vërteta zbulohet në mënyrë të qartë. Një heshtje dërmuese mbulon fushën e tubimit, sa fillon faza tjetër, kur çdo shpirt përballet me realitetin që dikur e injoroi, e mohoi ose u mbajt fort. Libri i veprave paraqitet dhe nuk ka mënyrë për t'i shpëtuar faqeve të këtij. Nuk janë libra të zakonshëm, ta janë të gjallë. Janë regjistrime të gdhendura në vetë realitetin, të përmbledhura nga melajket që nuk humben asgjë. Çdo përshpëritje, çdo shikim, çdo veprim sekret i bërë në orën më të errët është shkruar, vulosur dhe ruajtur. Librat u ndahen, disa i marrin me dorën e djathtë dhe fytyrat e tyre ndërçohen me shpresë dhe lehtësim. Të tjerëve u jepen librat me dorën e majt ose prapashpinës. Dhe tmerri i përfshin me njëherë. Por nuk mbaron këtu, librat flasin. Gishtë dëshmojnë, kura është dëshmitar. Vetë trupi me të cilin ke bërë mëkate bëhet prova kundër teje. Një burr do të përtas. Pse po dëshmoni kundër meje? Dhe duart e tij do t'i përgjigjen. Ai që na krijoi na urdhëroi të flasim sot. Këmbët do të thonë, ne ecëm atje ku na ndaloi. Syt do të shpallin, ne pam atë që ai e bëri të ndaluar. Burr që mendon se ishte i zgjuar duke fshirë mëkatet pas dyrëve të mbyllura, tani gjen se trupi i tij e tradhton. Veten to ka flet. Kujton çdo hap që është hedhur mbi të, çdo bisedë që ka dëgjuar, pemët, gurët, madje edhe guri zi në kaban. Të gjithë edhe në qabe, të gjithë do të dëshmojnë në atë ditë. Edhe gishtat që përdoren për të numëruar dhikrin do të flasin në favor të besimtarit. Duke thënë, kjo dorë kujtoi Allahun. Asgjë nuk harrohet, asgjë nuk egzagerohet. Drejtësia në atë ditë është e përkryer. Pastaj fillon udhëtimi për të kërkuar ndërmjetësimin. Njerëzimi duke u mbytur në vap i verbër nga frika, i mbingarkuar nga faji, kthehet të vetmit që mendojnë se mund t'i ndihmojnë pejgamberët e Allahut. Ata vrapojnë tek Ademi dhe luten: Ti je babai i njerëzimit, Allahu të krijoi me duart e tij, ndërmjetëso për ne. Por Ademi përgjigjet me hidhrim: Unë vet, sot nuk mund të ndihmoj. Shkoni tek Nuhu. Ata shkojnë tek Nuhu, i pari nga të dërguarit, dhe i kërkojnë që të flasë në emër të tyre. Ai gjithashtu refuzon duke thënë: Popullim me quajti gënjeshtar, shkoni tek Ibrahimi. Gjeni Ibrahimin alayhis salam, mikun e Allahut, Halilullah.
Urdhai përgjigjet, nuk mund të ndërmjetësoj. Kam thënë 3 fjalë për të cilat pendohem, shkoni tek Musa, Musa alayhis salam, i cili poli drejt për drejt me Allahun, refuzon gjithashtu. I ngarkuar nga pesha një jete që kishte marrë më parë, ai dërgon tek Isa. Ata vrapojnë tek Isa alayhis salam, por dhe ai thot, kjo nuk është për mua. Shkoni te Muhamedi. Dhe kështu, përfundimisht njerëzit kthehen tek pejgamberi i fundit, i dashuri i Muhammed alayhis salam. Dhe ai nuk refuzon. Ai thot, po, un jam për këtë. Ai afrohet pranë fronit të Allahut, bie në sejdë dhe fillon të lavdëroj Zotin e tij me fjalë që nuk janë thënë kurrë më parë, fjalë të frymëzuara nga vetë Allahu. Ai qëndron në sejdë për aq kohë sa Allahu dëshiron, derisa Allahu thot, ngrihu o Muhammed, kërko dhe do të jepet, ndërmjetëso dhe do të pranohet. Më pas ai lutet të fillojë gjykimi dhe për shkak të ndërmjetësimit të tij, dita e llogarisë së fundit më në fund nis. Portat fillojnë të hapen, peshuat përgatiten, regjistrat nxirren dhe ata që besuan me sinqeritet dhe nëse mëkatet e tyre ishin si male, fillojnë të shohin frytet e mëshirës. Ata që kanë besim të vërtetë dhe në madhësinë e një far mustar shpëtohen. Shumë tërhiqen nga pragu i ferrit. Besimtarë të panumër të cilëve veprat u ishin të pakta, shpëtohen përmes ndërmjetësimit të pejgamberit Muhammed alayhis salam. Dëshmorët ndërmjetësojnë për familjet e tyre, Kurani ndërmjetëson për ata që e lexuan, agjerimi flet në favor të durimtarëve, fëmijët që vdeqën të vegjël ndërmjetësojnë për prindërit e tyre. Dyert e mëshirës hapen, qërsisht dhe njëri pas tjetrit vale besimtarësh falen. Por ndërsa mëshira zbret mbi të sinqertët, zhvillohet një dram tjetër. Shejtani, armiku i lashtë, bën shfaqjen e tij të fundit. Ata që ndoqën në jetë me veti ose në rrësirë, thehen tek ai duke kërkuar shpëtim. Ata qajnë, ti na udhhoqe këtu, shpëton na tani. Dhe ju përgjigjet me të vërtetën e ftohtë. Allahu ju premtoi të vërtetën. Unë vetëm ja përmenda në vesh. Unë nuk ju detyrova kurrë. Nuk pat asnjë pushtet mbi ju. Ju më ndoqët me zgjedhjen tuaj, prandaj fajsojeni vetvete. Unë nuk mund t'ju ndihmoj tani dhe ju nuk mund të më ndihmoni mua. Dhe me këtë shejtani po ashtu tërhiqet me zinxhir, mallkuar dhe i poshtëruar. Mashtrimi i tij i fundit i përmbushur. Mosbesimtarët dhe hipokritët përpiqen për një mashtrim të fundit hile. Gënjejnë në oborrin e Allahut, mohuan mëkatet e tyre, përpiqen të argumentojnë, por trupat e tyre dëshmojnë. Lajket sjellin regjistrat dhe Allahu, drejtësia, urdhëron që ata të hidhen në ferr. Ata kapen nga me lajket të fuqishëm pa mëshirë, pa vonesë. Ata njerëz tërhiqen mbi fytyrë, bërtasin, mallkojnë, luten, por mëshira nuk është në dispozicion për ta. Ata hidhen në zjarr, ndërsa Zoti deklaron: "Kjo është dita e vërtetës. Mallkimi im është mbi gënjeshtar." Dhe më pas fillon kapitulli përfundimtar. Besimtarët, ata që ishin të durueshëm, që mbeten të qëndrueshëm, që pendoheshin edhe pas mëkateve, mblidhen në paqe. Lajket i përshëndesin me fjalë ngushëlluese. Paqe qoftë mbi ju. Kjo është dita që ju premtua. Ata udhhiqen drejt parajsës xhenetit. Pra atyre rrjedhin lumej me qumsht, mjalt dhe ujë pafund, pemë të larta të parrishme, mbajnë fruta brenda trëngimit të dorës. Ajri mbart aromën e bukur të miskut dhe tingujt të gëzimit. Dhe ndërsa afrohen pranë dyrëve të xhenetit, gjejnë ato të hapura gjërësisht duke shkëlqyer me dritën e mëshirës dhe shpërblimit të përjetshëm. Enda ka kopshte që nuk përshkruhen dot, pallate të ndërtuara prej ari dhe argjendi, shok të pastër dhe të këndshëm, ushqim dhe pije pa mbarim dhe një jetë pa frikë apo dhimbje e pikëllim. Por shpërblimi më i madh është ende për të ardhur, sepse nderi më i lartë nuk janë lumenjt apo ushqimi, apo rinia e përjetshme, është të shohësh fytyrën e Zotit të Madhërisht. Besimtarët mblidhen, Allahu heq perden dhe për herë të parë ata shikojnë atë që adhuruan pa e parë kurrë më parë. Është një moment që asnjë fjalë nuk mund ta kapë. Çdo gëzim në xhenet harrohet në atë çast. Ky është shpërblimi për te imagjinas. Dhe Allahu deklaron: "Unë jam i kënaqur me ju dhe kurrë nuk do të jemi zemëruar me ju përsëri." Ata që ndrojnë në lumturi të përjetshme, pa smundje, pa vdekje, pa pikëllim, vetëm paqe. Dhe kështu dita përfundon jo në errësirë, por në dritë të përjetshme për ata që besuan. Për ta koha ka mbaruar, por jeta sapo ka filluar.